Lista zgjedhore e Partisë për Veprim Demokratik e përcjell me rreth 13.000 nënshkrime është dorëzuar sot në Komisionin Republikan Zgjedhor në Beograd. Në këtë subjekt dominon optimizmi për sigurimin e një ulseje në kuvendin e Serbisë. Realisht ne mund të presim që të fitojmë një mandat kësaj radhe, me që edhe shumë lista në nivel qendror, shumë parti politike janë bashkuar në lista të përbashkëta, që pakson, zvoglon në minimum mundësinë e djegjes së listave, dhe kjo drejt për drejt ndikon në pragun natyror që është i domosdoshëm për një deputet. Bartse e listës është Ardita Sinani, nën kryetare e PD-s, ndërkohë kryetare aktuale Riza Halimi nuk figuron në asnjërin nga dy listat zgjedhore, as në atë për zgjedhjet lokale e as në listën për zgjedhjet parlamentare. Jemi angazhuar gjithmonë kundër përçarjes politike dhe gjithmonë kemi fituar për unitet. Sipas Jeton Ismailit, gazetar, shembulli i Riza Halimit do duhet ndjekur edhe nga shumë lider partijak. Mendoj se edhe subjektet tjera politike në këtë rend duhet pasur parasysh këtë veprim të Riza Halimit, sidomos ato gjeneratat e vjetra që janë në politikë, që edhe përkundër mundësive për të ndikuar, për të lëbuar në nivelet partijake, megjithatë të bazohen tek forcat e rinisë. Parlamenti i Serbisë ka gjithsej 250 ulëse, ndërkohë përfaqësimi i shqiptarëve në kuvend gjatë këtij mandati, sipas njohësve të rrethanave politike, është me rëndësi të madhe për shkak të proceseve integruese në për të cilat pritet të kalojë Serbia.